Shtetet e Bashkuara pritet të zvogëlojë numrin e pjesëtarëve të stafit jo esencial në lindjen e mesme, njoftoi Departamenti Amerikan i Shtetit mbrëmjen e së mërkurës. Ambasada amerikane në Bagdad po përgatitet për një evakuim emergjent për shkak të rreziqeve të shtuara të sigurisë në rajon. Shtetet e Bashkuara gjithashtu po autorizojnë largimin e personelit jo thelbësor të anëtarëve të familjeve të tyre nga Bahreini dhe Kuvajti, duke u dhënë atyre mundësinë të zgjedhin nëse duan të largohen. Një zyrtar i Ministrisë së Jashtme të Irakut konfirmoi largimin e kufizuar të stafit të ambasadës amerikane, duke thënë se vendimi bazohet në shqetësime të mundshme të sigurisë që lidhen me tensionet rajonale. Tensionet në rajon janë në rritje pasi bisedimet bërthamore mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duket se kanë ngecur dhe si pasojë 18 muajve luftë në Gaza që kanë ngjallur frikën për një luftë më të gjerë rajonale. Bisedimet SBA-Iran kanë për qëllim kufizimin e programit bërthamor të Teheranit në këmbim të heqjes së disa prej sanksioneve ekonomike që SBA-ja ka vendosur ndaj Iranit, i cili këmbgul se programi i tij bërthamor ka qëllime paqësore. Irani ka thënë se raundi i ardhshëm i bisedimeve me SBA-n do të mbahet më 15 qershor në Oman. Irani është duke përgatitur një kundër propozim pasi nuk e pranoi një propozim amerikan për një marrëveshje që lideri suprem Ayatollah Ali Khamenei e përshkroi si 100% kundër interesave kombëtare.